është shumë e rëndësishme një bashkëpunim dhe një koalicion tek një mazhoran që ka kontroll, pra për te opozicisë ka dhe një kontroll të brendshëm që kjo ka mu, edhe ne kemi pa kryeministrin, të pësin thotë timonin, me e nguzhine ka dalë në... Mbi pushteti është shumë i rrezikshëm, ka të drejtë Zoti Ndoka kur thotë që pushteti duhet ndarë që të ketë balanca, ai ka humbur të gjitha balanca. Programi i tij ky ishte, edhe ky është një problem shumë i madh. Pra, Shqipëria ka nevojë që të ketë pluralizëm edhe kur qeverisë. Nëse do të kishte një kontroll, nuk do të kishim të afera korruptive ne. Që ka një zëvendës kryeministër narrati që akuzon me provë, me fakte, me dosje, ka zëvendës kryeministër aktuale që e marr me venime kushtetuse edhe me pjesën parlamentare të mekanizmave të blokimit sistemin e drejtësisë në detyrë, pra kemi një mazhans tashmë që ka gjysmën e qeverisë në arrest edhe për njëjtje penale, në tim. Edhe ky është një problem shumë i madh. Nëse do të kishim ne një mazhans me 2-3 parti, e para kishte një kontroll, kishte një oponencë, rëzonin ato, i kërkonin mocion me mosbesimit kryeministit, rëzonin kryeministin, caktonin një kryeminist tjetër, jo 16 vjet një person, një harbut. Ke pas të qasje dhe kur ishte Berisha në pushtet? Si? Ke pas të qasje që ke tani dhe kur ishte Berisha në pushtet? Po diskutim që po. Unë kam qenë pjesë e kabinetit, e kam bërë në shtu, unë kam qenë ministër, kam votuar kundër ndryshimeve kushtetuese. Nuk ka ndodhur ndonjëherë rast unikal 35 vite pluralizëm që një antar i kabinetit voton kundër aty ku është. Pse? Se kam pas një qasje tjetër se po bëhet gabim për zgjedhjen e presidentit me një shumicë thjeshtë. Mos kam dëshmu bë president, por kam mbrojt kushtetutën, kam mbrojt parimin. Pra, kjo është pjesa shumë e rëndësishme. Atëherë kishte edhe parti tjera politike, edhe më në djathës, që kundërshtonin me votë, me qëndrime, kishte interes parlamenti, që dikush flitë ndryshe, dikush kishte qëndrim ndryshe. Sot s'ka, ke garnizonin ushtarake, pa ne pluralizmi është një domosdoshmëri. E ka zhduke maj dhe për fatin e mirë nuk ka arritet djatha ta bëjnë një gjë të tillë. Pluralizmi është funksional, pavarësisht edhe këto kanë ngushtruar, me gjitha mënyrat janë përpjekje të penalizojnë, të përjashtojnë, të përçajnë, se këto janë metoda tipike bolshevike. Por lave ka një përsi, unë nuk e shtoj pyetjen që a mund t'i marrin ato vota. Lëvizjet e reja mund marrin edhe 2 fishin atyre votave, nëse ti je konsekvent. Nuk e shohën zërin në parlament që i përfason ato. Në politik përfasohesh edhe me lëvizje, edhe me kauza, këto si janë të ngritë. E akuzojnë që ka një suport apo është një prodhim i ndërkombëtarëve. Kjo është vlerë. Në fund ndërkombëtarët tentojnë që këtë politik 30 vjeçare ta përmirësin, ta largojnë, mos jenë të faktorët kryesor. Pra beson dhe ti që mund të ketë një lloj spinimi nga faktori ndërkombëtar, që mund të japë një mbështetje partisë? Po diskutojmë që po, Shqipëria bëhet? Bile nuk e di sepse nuk e thot qarta, se s'ka se gjatë keqe, sikur ta kisha unë thoja. Për faktin që këtu ka një agjendë ndërkombëtare që mund të ketë një qeveri teknike, por pa Ramen, kryeministër, por pa promotor edhe PD-n e Berishën. Edhe kjo mundësi mund të ardhë për Ramen, edhe një sinjal mund ta ketë ai që shkon në... Po marrë një vetëm të ndërprest. Ka indicie se nuk është ka kohë që artikulon në fakt në studiet televizive. Të në skema që qarkullojnë, nuk është problema që Zotin Ndoka, por edhe të tjerë artikulojnë këtë gjë që mund të ketë spinime që mund të vinë nga faktori ndërkombëtar me një mbështetje që i japin zemër dhe partisë tuaj për të ecur më tej. Por ama ai aksionin unë e përkthej, lexoj, se nuk është puna se unë kam informacionet në jo, po nuk je vetëm që artikulon këtë prandaj. Po kjo është një realitet. Unë e përkthej në këtë mënyrë. Se edhe sakrificët që bën ai, se nuk është puna se bëhet çdo sakrificë ka në fund një medalje për asaj që ti e bën, je qendrështar, qëndron, vjen një ofertë për pushtetin kushdo bën, e petë që e mori avokatin e popullit, ky ishte kundër sistemeve, ishte kundër sistemit, kundër kësaj dyshësh madhe, u bë avokat i tyre. Pra, në Salape përrun kauzën e tij, nuk e pranon komfortin që tjetë ministra, zëvendës kryeministra, çfarë rëndësie ka, se disa bëjnë edhe për një pazar të thjeshtë, edhe për një drejtor. Pra, se këto ne di shumë mirë që ja afrojnë Ramas. Rama ja afron njerëzve që s'kan as vota. Ja marr individi, marr Partia Demokratike. Kështu që në këtë sens, kjo meriton një vlerësim, e meriton një vlerësim shumë madh, politik edhe moral të kësaj lëvizjet. Atëherë vim të skema, nuk e di se si mund të bëhet. Se nëse Amerika
që e ka në gjendë venos nesër, se nuk e merë Ramën si Madurën, po Ramën ka me thirë në Amerikë, s'ka me lanë marrë më këtu. Atëherë këtu fusha me të lirë, me të hapur, do të ketë marrëveshje politike. Ato do të diktojnë rregullat e lojës. Edhe kjo është zotërisht në lojë. Pra, nuk është puna se është prodhimi të tyre është vegël e diku. Jo, është e vetvetes ti. Mendon që t'japë një lloj kontributi. Mendon që do dalë fituar zoti Lapaj me këtë lloj qëndrese së bashku me grupin e tij që po rri në shesh në këtë situatë ku ne jemi. Po diskutojmë që po. Edhe në raport me Nemo, se unë jam pjesë e asaj opozite. Pra, në raport që ne bëjmë ato protestat tona mujore, javore, apo foltore që i banë Partia Demokratike më shpesh. Kjo është një qëndrese e rrinë çdo ditë, sakrifisme. E kupton ti që ne po në hap pak drejtarja natën edhe jo me fjetë aty, mi fjallë është sakrificë njerëzore. Unë qëndroj me disa orë në darkë edhe kur kthehem në shtëpi më duhet 2 orë që të rimarr veten, por dua të them këtë. Nëse do të kemi një vend me mendësi tjetër, realisht për te asaj, se unë do të dëshiroj shumë që të kishte një mbështetje më të madhe qytetarë, se në fund fundit po mbështet një lëvizje të re politike, po mbështet një lëvizje që nuk është në fushat elektorale, po mbështet një lëvizje që ai ka një kas për gjithë, përballë një qeverie. Kjo do të ishte emancipimi më i lartë. Është më mirë që dalësh dhe mbështetesh një parti që e kupton se ka për pushtet, se s'mund ta marrin pushtetin Lapaj i vetëm, si thonë sot, por ama ka nes një zjarr që e mund ndezur atë për çdo ditë përpara saj. Dhe nga ana tjetër, nëse do ta kishte më shumë një qytetar apolitik apo një intelektual që shkonte të mbështesin ato se sa partitë politike opozitare, se në fund fundit ne kemi një qëllim. Se nuk është shem, është krejt normale. Largimin e kësaj qeverie, rotacionin politik dhe me qeverisë nesër. Pra është një kërkesë e qartë politike, edhe interesat e përgjithshëm saj opozite. Nërsa ai, edhe sikur ta ketë pjesën e karrierës politike, ka një hapësirë shumë më të madhe morale që të ketë një mbështetje. Pra, nëse kjo lëvizje do të ishte në Greqi, në Serbi, një vend tjetër që ka një ndërgjegjësim me qytetar, Rama do të kishte shumë vështirë për me vazhdu. Se ne dim zbyllin e Ramës. Se ato studentët zbyllën edhe në parë në kimike. Qëndruan aty, apo studentat greva studentave për drejtat e tyre që e bëri Hiku Menja. Pra, kjo është një personazh nuk e ban protestën. Rama është një frikacak përballë zëre qytetarëve, por për fatin e keq nuk ka një ndërgjegjësim. Shpresoj opozita ku unë bëj pjesë për te këtyre protestave demonstrative, që edhe këto kanë rëndësinë e vet, se sot faktori ndërkombëtar është i qartë se ka një krizë shumë madhe morale dhe politike në Shqipëri, ka një korrupsion shumë madh, nëse goditet ajo kryeministria me flak, nuk është puna se duam që të dizit ministria, po flak thonë përpara qeverisë, pse se ka një aferë korruptive. Që kjo mosharanc po marrën zëvendës kryeministën e cila kërkohet nga drejtësia për arrest. Pra, kjo është lajmi që jep opozita. Berisha nuk ka bërë asnjë gabim për sa të kësaj çastes, nuk e ka kaluar asnjëherë vjen e kuqe, jo, me kalu pas, nuk e ka shkel, nuk e është afër. Pse se opozita në përgjithësi dhe e djatha nuk është që ka revolucionin, ka forcën, ka dhunën për mirësinë e këtij. Pavarësisht se ky kështu e meriton. Por problemi është se këto protesta do të vinë një pikë fundore, nuk e di a do të jemi në kohën deri kur të vinë ajo, që të jenë pa fund, pa limit. Vetëm për të parë. Deri në largimin e tij. Pra do të vinë nëse për shembull se për fatin e keq qytetarët besojnë më shumë tek politika, pra tek lideri. Berisha ka një mbështetje, nuk mund t'ja mohojmë atë realitet. Ka një parti politike që e ka venos shishin e qumshit aty, me mbas sistemit, edhe thotë do të vinë radha. Edhe ka prej atyre që e shohin pushtetin si burim, si mundësi, se Shqipëria është vend i vogël, ka punë për bukën e gojës.